Kur u ngrit Jorgani, u zbulua e vërteta, ishte një mbrëmje e qetë në dukje në shtëpinë e Big Brother. Dritat ishin zbehur, shumica e banorëve ishin futur në dhomat e gjumit dhe shtëpia ishte zhytur në atë qetësinë e rreme që zakonisht paralajmëron stuhi. Alba nuk po flinte. Diçka brenda saj nuk e linte të qetë. Një ndjesi e çuditshme, një parandjenje që i rëndonte në gjoks, ajo u ngrit ngadalë nga shtrati dhe nisi të ecte nëpër korridor, me hapa të lehtë, pothuajse pa zhurmë. Sytë i shkonin drejt dhomës tjetër. Dera ishte gjysmë e hapur. Drita e zbehtë brenda i tregoi diçka që nuk donte ta shihte, Limi ishte në shtrat. Nuk ishte vetëm, një vajzë tjetër ishte pranë tij. Të mbuluar me jorgan, duke folur qetë, duke qeshur lehtë, sikur bota jashtë atij shtrati nuk ekzistonte. Alba ndjeu sikur toka i u hoq nga këmbët. Zemra i rahu fort, veshët i gumzhinin dhe për disa sekonda mbeti e ngrirë në vend, pastaj nervat morën kontrollin. Ajo hyri brenda pa trokitur, seriozisht. Zëri i saj theu qetësinë e dhomës, Limi u kthye i tronditur. Vajza pranë tij u ngrit pak, e habitur, pa ditur çfarë të thoshte. Alba ju afrua shtratit me hapa të shpejt, me duar që i dridheshin nga zemërimi. Çfarë po bëni këtu? Tha Alba, me zë që i dridhej, por me sy që dignin, po flisnim, u përgjigj Limi shpejt. Thjesht muhabet. Alba qeshi me ironi. Një e qeshur e thatë, e hidhur. Muhabet? Në shtrat? Në një organ? Pa pritur përgjigje, ajo ja hodhi jorganin. Ajo që pa nuk ishte ajo që e kishte imagjinuar në skenat më të errëta të mendjes së saj, por ishte mjaftueshëm për ta thyer përfundimisht. Afërsia, pozicioni, mënyra si Limi ishte shtrirë. Gjithçka fliste më shumë se fjalët. Alba ndjeu një therrje të fortë në gjoks. A më ke thënë se më do? Shpërtheu ajo. A më ke thënë se jam e rëndësishme për ty? Limi heshti për një çast. Ky ishte momenti që e vrau më shumë, dhe kështu bën ti? Vazhdoi Alba, tani me zë më të lartë, kështu sillet dikush që thotë të dua? Ajo e shikoi drejtë në sy. Langaraq, ja tha fjalën pa e menduar 2 herë. Nuk ishte thjesht fyerje, ishte zhgënjim i pastër. Vajza tjetër u përpoq të fliste. Alba, nuk ka ndodhur asgjë, mos, I apreu Alba, pa e parë fare. Mos më thuaj çfarë ka ndodhur dhe çfarë jo. Syt I kam. Limi u ngrit në shtrat, I tensionuar. Po e bën më të madhe se ç'është. Kjo fjali ishte pika që e mbushi gotën. Jo, tha Alba, duke tundur kokën. Ti e ke bërë të madhe. Jo unë. Ajo ndjeu lotët që I mblidheshin në sy, por nuk I la të binin. Nuk donte të dukej e dobët. Jo aty. Jo para tyre, e di çfarë më dhem më shumë. Tha me zë më të ulët tani, jo fakti që ishe këtu. Por fakti që mendove se unë nuk do ta merrja vesh. Që mendove se fjalët nuk kanë peshë. Në dhomë ra heshtje. Një heshtje e rëndë, e sikletshme. Kamerat regjistronin gjithçka. Banor të tjerë ishin mbledhur te dera, duke parë nga larg, pa guxuar të ndërhynin. Alba mori frym thellë, u kthye dhe u nis drejt derës. Mbaje mend një gjë, tha pa u kthyer, nuk më humbe sot. Më humbe në momentin që u fshehe. Dera u mbyll pas saj me një zhurmë të fortë. Limi mbeti I ulur në shtrat, pa folur. Vajza pranë tij dukej e pasigurt, e pakëndshme. Asnjë muhabet nuk vazhdoi më. Ajo natë, që kishte nisur si diçka e zakonshme, u kthye në një nga momentet më të rënda emocionale të shtëpisë. Ndërsa Alba ecte në korridor, zemra I rrite fort, por një gjë e dinte me siguri, jo çdo tradhti ndodh me veprime, disa ndodhin me mungesë sinqeriteti.